Departamenti i Shtetit ka botuar këtë të njëjtë raportin vjetor për luftën kundër trafikut ndërkombëtar të drogës, ku është paraqitur dhe gjendja në Shqipëri. Raporti hedh një vështrim vendeve kryesore të prodhimit të drogës, atyre që u shërbejnë si vende tranzit dhe vendeve që përpunojnë drogën. Në raport thuhet se Shqipëria ka bërë progres në luftën kundër drogës gjatë vitit 2010. Qeveria e Shqipërisë është përpjekur që të tregohet e ashpër kundër elementëve të krimit, thuhet në raport. Departamenti e cilëson në këtë raport Shqipërinë së pari si vend tranzit nga ku kalon trafiku i narkotikëve, i cili nis nga Afganistani dhe nëpërmjet Ballkanit shkon drejt Europës perëndimore, e sidomos në Greqi dhe Itali. Kanabisi është lënda narkotike e cila prodhohet më shumë në malet e Shqipërisë, thuhet në raport. Dhe përveç kësaj droge, Shqipëria nuk është e njohur për prodhimin e lëndëve të tjera narkotike. Raporti i Departamentit të Shtetit thekson se kontrabanda e drogës mbetet një ndër aktivitetet më fitimprurse në Shqipëri. Sipas këtij raporti, gjatë vitit 2010 nuk është zbuluar ndonjë fermë që ka prodhuar drogë sintetike. Kultivimi i kësaj bime randjeshëm në intensifikimin e përpjekjeve të forcave të rendit, si kundër trafikantëve ashtu edhe kundër prodhuesve. Me përjashtim të kanabis sativa, prodhimi i llojeve të tjera të narkotikëve është i kufizuar. Raporti i Departamentit të Shtetit ndalet dhe tek problemi i varësisë nga droga, në një farë shkallë si rezultati i historisë së saj si vend i varfër dhe izoluar. Përdorimi i drogës brenda vendit është i ulët, por qeveria dhe shoqëria, thuhet në raport, janë treguar të ngadalshëm për të vepruar ndaj këtij problemi të ri që po lind. Por raporti nënvizon se karakteri fraksional i politikës në Shqipëri dhe niveli i ulët i aktivitetit të shoqërisë civile janë një ndër pengesat për përparim të madh. Shqipëria vazhdon të bëjë progres, por ky progres është i ngadalt, thuhet në konkluzionet e raportit të Departamentit të Shtetit Amerikan, nga dobësimi i politikës, institucioneve, ligjeve e tjerë. Por ai thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me Bashkimin Evropian dhe partnerët ndërkombëtar, do të vazhdojnë të punojnë me qeverinë e Shqipërisë për të luftuar trafikun e drogës, për të shfrytzuar në mënyrë efektive ndihmën e dhënë për organet e rendit dhe për të mbështetur reformat ligjore.